Po çfarë bët ju përballë kolonizimit serb? Morët armë dhe luftuat. Këtë po bëjmë dhe ne. Armë nuk të kemi nevojë. Si s'kemi të luftojmë. Se janë vëllezërit tanë policët, janë vëllezërit tanë të gjithë gardistët. Janë të gjithë fëmijët e tyre, familjarët e tyre në protestë. Shikoni, hajde intervistoni. Kur të dalin nga puna, pritini kur ka heqin veshjen dhe pyetini, po familjarët e tu ku janë? Po vinë nga protesta. Më parë shkon polici në shtëpi se ata që marshojnë në rrugë, që janë fëmijët e tyre. Rama me këtë e bëj këtë punë. Nuk ka ushtri izraelite në Shqipëri. Nuk ka me këtë bënd, ai është vetëm, ne do ta rrethojmë dhe në 2 korrik, nëse ai nuk është dorëzuar, ai do të ketë fundin e Kadafit. Se ja ka dhënë dot me 2 korrik? 2 korrik. Është dita kur shqiptarët bën gabimin e madh historik në 1990 dhe bën gjë më të rëndësishme historike në Kosovë, shpallën Republikën e Kosovës. Dhe sigurimi i shtetit të Shqipëri prodhoi 2 korrikun në ambasada për të shkatëruar shpallën e pavarësisë Kosovës. Dhe çfarë bën shqiptarët? Duke jetuar në parajsën më të bukur të botës, që kishte kthyer në ferr komunizmi, kujtuan se duke hikur në ambasada do gjinin parajsën. Dhe kjo prodhoi popullin refugjat shqiptar, një popull ndacak në gjithë kuptimet e fjalës. Ndërkohë që ne kemi vendin më të bukur në planet, më të mirë në botë. Nuk ekziston asnjë vend si Shqipëria, po nuk e di njerëz, nuk jam mësoj shkollë. I mashtrojnë në shkolla, i gënjejnë në shkolla. Në të vërtetë nuk ekziston një vend që Kosovë dhe Shqipëri dhe Ilirit dhe pjesa e Ulqinit dhe pjesa e Çamërisë të jetë kaq perfekte dhe kaq e bukur, kaq shpjeguar faj konisë. Nuk ekziston poshtë në tokë mbi tokë, me krim dhe pozion, dhe sidomos me një memorie historike arkeologjike dhe një pozion super geopolitik. Bravo. Agent, shkurtimisht para se më do. Dhe një fjali të fundit, se kjo është ajo për mua më e rëndësishme. Na kuptoni. Po i luajmë me jetën tonë, dhe këto ditë vendoset fati jonë. Skenari i Vučićit, që bëri me student serbë, është skenari që do të bëjë Rama me ne. Arsyeja pse ne do luftojmë 2 korrik. Ju do ta kuptoni këtë gjë. Është se ne nuk duam bim në kurthin e Vučićit që po zbaton Rama, siç na bëri kurthin e Çubrilovićit. Dhe në 2 korrik 1990, shqiptarët deshën të gjejnë parajsë duke u larguar nga vendi vet. Në 2 korrik 2026, shqiptarët do të shkojnë tek ambasada e armikut, të nxjerrin armiku për të që është kryeministria, parlamenti, presidenca, komisioni qendror i zgjedhjes. Nderuar, çka thanë antiterrori se me të mbosh. A shpjegon ai pak pika shkurtë. Në fillim u duk si po i merja unë pyetje, jo ata mua. Sepse i thash, shpu keni ju këtu, se ti se ke punë këtu e ke në Librazh, ti thash ti duhet shkosh në Elbasan, sepse kishin sjell njerëz nga rrethet, nga që nuk e pranonte ta bënte Tirana, nuk e di pse s'pranoi Tirana të pyeste, do ketë refuzuar personi, a do ketë pas prik, nuk e di. Po siqerisht kur shkojnë policit, gjithmonë duhet sikur i marrin pyetje ose kur marrin pyetje. Dhe ata më pyetën që ti ke thënë për 2 korrikun, që Rama do eliminohet. Unë kisha thënë, o dorëzohet o eliminohet. Unë jam i bindur për këtë gjë. Dhe unë i shpjegova atyre një geopolitik shkurtër që di shpendi një faqe deponim çfarë po ndodh me Shqipërinë, me pushtimin izraelit. Që nuk e kanë fajin Izraelit, ta them me sinqeritet. Është familja Soros, siç e bëri Rothschildi, krijoi Izraelin në 48-ën, familja Soros po krijon Izraelin e ri të shoqërisë së hapur në Shqipëri me ata që s'duan të jetojnë më në Izrael. Sepse ti e di që ka rreth 1 milion refugjat Izraeli që s'duan të jetojnë më aty për shkak të gjendjes që kanë atje. Dhe i thash pjesën e dytë, se ata më pyetën, po si do eliminohet Rama? Dhe unë ja thash, Rama do eliminohet në shumë forma. Në qoftë se ai nuk tërhiqet, në qoftë se nuk arratiset, se ai burg nuk bën, thash. Ato nuk e lënë të shkojnë në burg, e vrasin para se shkojnë në burg. Dhe ai ka vetëm shpëtim të arratiset në Izrael, se s'ka ku të fshihet tjetër. Nuk ka ku të shkojë tjetër përveç Izraelit. Dhe i tregova që në qoftë se ai nuk arratiset, do ta vrasin të vetët. Cilët janë të vetët? Mafia e kokainës që lëviz në gjithë botën, ka dhënë e ka marrë me Rama. Dhe ndodhin 2 fenomene paralele. Fenomeni është që Rama u ka dhënë premtime, por premtimet kushtojnë para. Çdo të premtimet kushtojnë para. Kur Rama thot në Zvërnec do të marr tokën tënde, që e ke me letrat falsifikuara, apo me letra të rrëmbyera, apo me pengje se i ke marrë ti, dhe ti ke të sigurt se do punoj me kushte në Ivankën, personi fjalë do merret me 3-4 grupe mafioze të tjera për paratë e investimit. Po në moment që digjet ky projekt, siç do digjet këto ditë, për shkak të zharat kushte dhe Ivankës, që kanë për të tërhequr, se s'kan ku të shkojnë, për shkak se spaku me si thosh influencë të Amerikës, po e njollos atë projekt, pak nga pak çdo ditë krim, para e pislëk, kokainë, dhe kjo është procedura që ti thot familjes kushte largohuni që shpëtojnë familjen Trump.
Në këtë moment, këta njerëz që kanë hyrë në pazare me mafjet botërore, janë të detyruar të eliminojnë Edi Ramën. Sepse kështu funksionon mafja, këto ritualet. Është grupi tjetër, që Rama u ka dhënë lekët ja menaxhojnë. Më fal, po të eliminojnë Rama, ato do marrin lekët për vete. Kështu funksionon mafja në gjithë botën. Këto janë ritualet e mafjes. Dhe kjo është qeveri që ta kam thënë herën e kaluar, karteli më i madh i kokainës në botë. Kjo nuk është qeveri, ky është kartel. Pse është kartel? Në qoftë se në Zvicër, ari përcakton vlerën e frankës zvicerane. Në qoftë se në Amerikë, nafta përcakton vlerën e dollarit, që quhet ndryshe edhe petrodollar. Në Shqipëri, kundër vlera e parasë tonë është kokaina. Sepse vetëm gjë që ne prodhojmë është kokaina. Sepse këta kanë shkatruar ekonominë shqiptare, në popull që vetëm konsumojnë dhe s'prodhojnë asgjë. Dhe në thelb e gjitha kjo histori, me gjithë ndërtimet pafundme që ndodhin në Tiranë, edhe në Shqipëri, ka të bëjë vetëm me paratë që pastron të kokainës. Dhe në këtë kuptim, Rama e ka ndërtuar vetë kurthin e tij. Që ata po tu preket, siç po ndërkohet, po rrethohet Rama nga gjitha anët. Ata do ta zgjisojnë Rama për të hequr një pengesë, që është njeriu që ka dhënë paratë që t'ia menaxhojnë, ose janë detyruar ta heqin qafe, sepse bandat kriminale, grupet mafioze, kështu funksionojnë në botë kur u prishet një pazar. E dyta që mund ta eliminojë Ramën janë shërbimet inteligjente. Shërbimet inteligjente kanë përballë njeriu që shkatroi gjithë gjeopolitikën e rajonit. Pse ka shkatruar Rama gjithë gjeopolitikën e rajonit? Këtë kam shpjeguar antiterrorit, të janë fjalët që kam thënë atje. Ka shkatruar gjeopolitikën e Shqipërisë sepse ka shkatruar portin e Durrësit, që është vlera kryesore edhe bon stillit. Pa port Durrësi nuk ka bon still. 3 orë ja ka thënë Dioguardi, miku tim në vitin